Jemi sërish drejt për së drejti në ekranin e Vision Plus në live në mëngjes, ora shënon 8:10 minuta, u themi mëngjes gjithë atyre cilët sapo janë zgjuar. Do të fokusohemi tashmë tek tema e radhës dhe ka në fakt të bëjë me sistemin arsimor, ku sa të rëndësishëm janë qytetarët shqiptarë që jetojnë dhe punojnë brenda vendit, po aq që të rëndësishëm janë ata që kanë vendosur ta lënë Shqipërinë për 1001 arsye për të emigruar. Do të flasim ditën e sotme për diasporën dhe konkretisht për tekstet shkollore, ku Ministria e Arsimit ka bërë me dije që do të shpërndahen falas për gjithë fëmijët të cilët jetojnë me familjet e tyre jashtë. Do të kuptojmë ditën e sotme se sa e rëndësishme është të ruhet dëgjuar shqipe, të mbarvajtjen e kësaj të fundit, por gjithashtu edhe tekstet shkollore të cilat kanë një, le të themi, kujdes të shtuar nga Ministria e Arsimit për sa i përket ruajtjes së gjuhës shqipe. Kemi kënaqësinë ditën e sotme të themi mirëmëngjes zonjës Mimoza Hysa, drejtore për botimet e diasporës. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Faleminderit shumë që jeni këtu. Kënaqësi është një lajm i mirë në fakt, sepse patjetër që duhet të ketë një lidhje të gjithë atyre të cilët janë larguar me Shqipërinë. Sa paketa janë menduar që do të shpërndahen dhe si do të merren ato nga qytetarët që jetojnë jashtë? Ne jemi në vitin e 7, pra fillon viti 8 në fakt që ne përmbushim të gjitha nevojat me tekste shkollore të diasporës. Dhe kjo tashmë është një lajm i mirë, duke qenë lajm i mirë dhe duke qenë që është bërë mos e zakonshme në këto 8 vite, nuk përbën më lajm për të gjithë komunitetin atje, sepse ata tashmë e dinë që me të filluar viti shkollor do të jenë të pajisur me tekste. E bëjmë të mundur këtë gjatë korikut, me qëllim që në shtator të gjithë nxënësit të kenë paketën e tyre të teksteve. Ne kemi shpërndajmë këtë vit mbi 5800 paketa që përbëjnë 17.000 tekste, që do të thotë në fakt të gjitha nevojat që ata kanë, të gjitha kërkesat që ata kanë bërë gjatë këtij viti, plotësohen për fillimin e vitit të ri shkollor. Plotësohemi gjithashtu edhe me kërkesat që ata bëjnë në Kosovë, pra pjesa duhet kuptuar që diaspora nuk ka një ndarje, vetëm aty kemi një shqiptari, pra aty janë edhe nga Shqipëria, edhe nga Kosova, edhe nga Maqedonia e Veriut, kështu që kërkesat bëhen paralelisht në të dyja vendet, dhe ne kemi arritur tashmë prej kaq viteve të plotësojmë të gjitha nevojat dhe tekstet të jenë falas. Kjo është, besoj, arritja më e madhe edhe e kësaj qendre, edhe e Ministrisë së Arsimit, po njëkohësisht nuk është thjesht problemi pajisjes me tekste. Pra nuk është thjesht problemi dërgimit të një abetare, dërgimit të tekstit ton gjuha shqipe dhe kultura shqiptare, por është edhe cilësia e teksteve që shkojnë në diasporë. Ne tashmë përmbyllim edhe procesin e teksteve të përbashkëta Shqipëri-Kosovë, që përbëhen prej 3 nivelesh dhe përmbyllim nivelin që nga klasa e parë që nxënësit marrin tekstin e parë dhe deri në klasën e 9, tashmë ata kanë tekste të unifikuara me Kosovën dhe këtë vit shojmë nivelin e 3 për herë të parë, kështu që përmbyllet edhe ky cikël. Në fakt ju thatë që nuk është më risi tashmë nuk përbën më lajm, duke qenë se është viti 8, megjithatë ka ndryshime, ka diçka që duhet përmendim konkretisht sa i përket këtij viti që ka ardhur ndryshe nga herët e tjera? Pikërisht, në këtë vit, thash, në cilësinë e përmbyllim të gjithë kapitullin e teksteve të përbashkëta. Ne mundësojmë tashmë në diasporë, jo tekste të rastësishme, por janë tekste që kanë dalë nga një procesi tërë seleksionimi dhe natyrisht janë bërë të koordinuara nga të dyja ministrit e arsimit. Të koordinuara nga 2 ministrit e arsimit. Mund të themi që ka qenë procesi më model i 2 ministrive, ndoshta edhe i qeverive shqiptare. Pra ne kemi një grup pune tashmë prej vitesh, Shqipëria dhe Kosova punojnë bashkë në një tavolinë, me qëllim që gjuha shqipe të jepet në diasporë në mënyrë të njësuar. Pra fëmijët që rriten atje marrin tekste të njësuara nga 2 vende dhe natyrisht rriten me të njëjtën klim, me të njëjtën gjuhë, një gjuhë kemi, nuk kemi pse ta mësojmë në forma të ndryshme. Dhe kjo përbën një risi që është atribut në fakt i këtij bashkëpunimi midis 2 ministrive dhe i qëndërson që ka koordinuar të gjithë procesin. Kjo është gjëja që një arritje e madhe, do të themi, se kur kujtoj nisjen që nuk kishim fare tekste për diasporën, kishim shumë pak, më të shumë të nishin të Kosovës, nuk kishim mësoheshin në mënyra të ndryshme, të fragmentarizuar në vende të ndryshme, tashmë që kemi arritur këtë stad, natyrisht gjithmonë kur diçka arrihet, kërkoj diçka më e mirë. Dhe unë e kuptoj që me përmbylljen e këtij procesi kanë evoluar gjërat. Edhe kurikula tashmë është bërë 10 vjeçare, në 8 ka filluar që kur filloi
filloi procesi ishte bëhen 10 vjet tashmë, gjërat kanë ndryshuar në arsim sepse teknologjia, gjithçka ka bërë drejtën dhe sapo arrihet një stat, mendojmë që duhet rifilluar prapë nga e para për të përmirësuar gjërat. Megjithatë, si kanë qenë kërkesat e diasporës? Kanë patur një sjellje konstante, se edhe dëshirës që kanë ata për të pajisur me këto tekste, apo në rritje? E rëndësishme është të thuhet që në vende si Greqia dhe Italia, që kanë vëmendje më të madhe të Shqipërisë, me qenë se aty komuniteti është më tepër që vjen nga Shqipëria, dhe sidomos edhe në problematika që ka pasur gjithmonë mësimi gjuhës shqipe në një vend si Greqia, kemi shtim të shkollave shqipe, shtim të mësuesve, dhe për më tepër, risi këtë vit, edhe me çfarë lajmëroi dhe ministria Kumbaro kur nisën procesin e teksteve, është se do të shtohet numri i mësuesve që do të pajisen me një kuotë, të themi, ose me një shpërblim, ose që paguhen nga shteti shqiptar në Greqi. Tashmë ne paguhem, kemi tashmë një projekt ku 50 mësues paguhen nga Shqipëria. Ky numër do të shtohet këtë vit, pikërisht sepse ka pasur një prurje shumë të mirë dhe një shtim të shkollave, dhe njëkohësisht ky proces do të nisi dhe për Italinë, dhe ky është një risi shumë e madhe për mësuesit e gjuhës shqipe në Itali. Ky është lajm i mirë në fakt, megjithatë për ta kuptuar konkretisht për sa lënd bëhet fjalë, pra për sa tekste, le të themi, lënd që do të shpërndahen, dhe konkretisht kur vjen puna tek mësuesit përveç pjesës, le të themi, financiare, sigurisht kanë dhe mbështetjen që duhet të kenë nga ana edhe, le të themi, në mbështetje si duhet kënë nga ana morale, pra kur vjen puna tek falenderimet që duhet i të dërgojmë herbacere nga Shqipëria, duke qenë se bëjnë një punë paralelisht me punë të tyre të tjera, apo jo? Patjetër, në vende si Italia dhe Greqia, po edhe në Angli, pjesërisht në Zvicër dhe në Gjermani, mësuesit janë vullnetar. Gjë që do të thotë që ata bëjnë paralelisht punë të tjera, dhe kjo është një sakrificë për ditët e shtunave të diela në të cilën ata hapin klasat e gjuhës shqipe, dhe është një punë e bërë me shumë sakrificë, sidomos në vendet siç e theksova në Greqi, kur edhe pengesa ka qenë më e madhe, ka qenë një udhtim të thuash i sakrificës në kaq vite, dhe ne ndjehemi mirë që gjendemi tani, ndoshta dhe pa dyshim edhe nga marrëdhëniet midis dy vendeve, është bërë mundur që të lehtësisht të jepet gjuha shqipe edhe në Greqi, po patjetër në vendet e tjera kjo ka qenë më e lehtë për tu dhënë, por sakrificë njëkohësisht për mësuesit, sepse është një punë shtesë për ta. Janë mësues vullnetar dhe natyrisht këtë gjë e bëjnë në kohën e tyre të lirë. Ndërkohë që tani ne po shkojmë drejt një standardizimi dhe një të mësimdhënies në diasporë, dhe po përgatitemi edhe bashkë me strategjinë e re të diasporës, e cila do të kalojë këtë vit, do të bëhet një planifikim më i mirë me qëllim që mësuesit atje të paguhen, të mbështeten nga shteti shqiptar në ato vende ku nuk mbështeten nga vendi pritës, sepse natyrisht ne kemi vende si Suedia, Norvegjia, Finlanda, pjesërisht Gjermania, në disa lande të Gjermanisë, që ata mbështeten nga vendi pritës, pra janë mësues që trajtohen si të gjithë mësuesit vendas atje, dhe kjo është shumë më e thjeshtë natyrisht, sepse edhe fëmijët atje kanë notën në dëftesë të gjuhës shqipe. Strategjia e re që do të miratohet, shpresojmë këtë vit, do të fusi në udhën e duhur edhe këtë proces. Pra, edhe do bëhet një përpjekje më e madhe për të mbështetur mësuesit atje që janë vullnetar, por njëkohësisht edhe për marrëveshje dypalçe me vendet e ndryshme, që gjuha shqipe të jetë gjuhë në kurrikulat shkollore në vendet pritëse. Kjo do të ishte arritja më e madhe. Ne shpresojmë shumë sepse me politikat e reja të BE-s natyrisht i jepet shumë përparësi edhe gjuhës origjinës, edhe për integrimin e vendasve. Vetëm gjuha shqipe aplikohet, mundet të jetë dhe historia, cilat lëndë janë ato që... Po, tekstet tona janë tekste gjuha shqipe dhe kultura shqiptare, sepse përfshin 4 lëmi brenda, 4 fusha. Pra është gjuha shqipe, është letërsia, është gjeografia, është historia.
edhe artet, pra edhe pak edhe nga artet, nga muzika, nga tradita tona. Pra në tërsi ata mësojnë diçka, jo vetëm me gjuhën shqipe, por përmes kulturës shqiptare, por edhe për kulturën, sepse natyrisht gjuha nuk është e patë që rritet në një pemë pa mbështetjen kryesore të letërsisë dhe të kulturës. To janë të unifikuara të gjitha në janë të unifikuara në një tekst. Pra teksti i përfshin të katra këto lëmi, pra dhe nxënësi natyrisht e mëson gjuhën përmes këtyre burimeve të letërsisë, të kulturës, duke marrë informacion nga të gjitha këto lëndë. Është interesante, në fakt, megjithatë ka, siç e thatë edhe ju, është një projekt i cili ka disa vite, cili ka qenë impakti që ka patur tek fëmijët e diasporës. Është kënaqësi të thuash që tashmë fëmijët e diasporës për ta libri është gjë e çmuar të shikojnë një libër që vjen nga vendi i tyre. Ka qenë sfidë e madhe sepse ata janë fëmijë të rritur në vendet e Europës dhe të kesh një tekst i cili të jetë përfaqësues i mirë ashtu si tekstet që ata kanë në vendet e tyre, ka qenë vërtet një sfidë. Dhe ne shpresojmë që të kemi bërë hapin e parë dhe kryesorin dhe natyrisht pastaj hapat e tjera do të vijojnë siç kuptohet në një kohë digjitale, do të vijojnë me një platformë të mirë të gjuhës shqipe, e cila do të ishte nga rritet kryesore pastaj të dy shteteve tona të Shqipërisë dhe të Kosovës. Megjithatë mund të ketë shumë fëmijë të cilët kanë lindur, jo detyrimisht janë larguar gjatë kësaj kohe, kanë lindur atje dhe ndoshta kanë pak të vështirë familiarizimin, le të themi, me gërmat e para, me abetare dhe më pas me mësimin e gjuhës shqipe. Kur vjen puna tek aktivitetet, ndoshta janë edhe më të rëndësishme se sa vetë mësimi, duke bërë kështu ambientin më familjar. Në raport me mësimin e gjuhës shqipe, sa i përket aktiviteteve pra që mund të organizohen si nga shteti shqiptar, por edhe nga vendi ku ata ku jetojnë. Ka ngjarje të reja? Në fakt është thelbi i mësimit gjuhës shqipe atje. Atje gjuha shqipe mësohet përmes argëtimit. Kur flasim për klasa, sidomos që janë të mësuesve vullnetar në fundjavë, është e natyrshme që ata të mblidhen aty edhe për të formuar një komunitet shqiptar, edhe për të komunikuar me njëri tjetrin, edhe për të ruajtur ato tradita të trashëguara nga prindërit e tyre dhe këtë gjë e bëjnë përmes lojës, e bëjnë përmes këngëve, e bëjnë përmes valleve dhe aktivitetet janë shtysa kryesore që i bëjnë ata, i ftojnë ata në shkollat shqipe dhe vetë mësuesit atje, vetë lidhjet e mësuesve në Itali, në Greqi, në Zvicër, Gjermani, Angli, se tashmë janë shtuar në gjithë botën, organizojnë, kanë një kalendar organizimi aktivitetesh, natyrisht për festat, natyrisht për festën e mësuesit, për nisjen e vitit shkollor, për përmbylljen dhe shikojmë një gjallëri jashtëzakonisht të madhe, nganjëherë na konkurrojnë dhe neve këtu brenda në Shqipëri, sepse duhet kuptuar që ata kanë edhe nostalgjik, edhe një mall të madh, mbledhje me njëri tjetrin dhe këndimin e këngëve shqipe, mësimin e valleve shqiptare dhe bëjnë aktivitete shumë të mira, të cilat edhe ne me mundësitë tona i mbështesim. Një nga projektet më të rëndësishme që ne kemi pasur këtë vit ka qenë biblioteka në diasporë, pra ne kemi bërë të mundur tashmë dhe ky projekt është në zhvillim. Kemi dërguar libra në 30 biblioteka në vende të ndryshme të botës. Do ta vijojmë këtë nismë sepse është domosdoshme që në ambientet komunitare të bibliotekave të ketë edhe një kënd të librit shqip. Natyrisht bibliotekat atje janë biblioteka që vizitohen shumë për fat të mirë nga fëmijët dhe ne duhet marrim pak shembull për këtë gjë. Dhe jemi ndjerë shumë mirë që tashmë në vendet të rëndësishme, në qytetet të rëndësishme të Italisë, të Zvicrës, të Greqisë, ne kemi krijuar këndin shqip dhe fëmijët shqiptar mund të mblidhen aty dhe të kenë mundësi edhe të kenë librat e tyre që janë libra dy gjuhësh. Ne kemi një program të miratuar të librave dy gjuhësh, të cilat i dërgojmë në vendet të ndryshme. Kur pritet që t'i kenë tashmë në duart e tyre këto tekste? Ja, ne pikërisht korikun e kemi punë vullnetare, të themi të drejtën. Në qendra e botimeve thot tani fillon puna vullnetare 2 javëshe, 3 javëshe, ku ne bëjmë gati gjithçka me qëllim që brenda gushtit të jenë në përfaqësitë tona, është një bashkëpunim shumë i mirë me Ministrinë e Jashtme dhe me përfaqësitë tona në të gjitha vendet e botës, dhe në shtator kur nis viti shkollor, tekstet janë të shpërndara në të gjithë botën themi, sepse shkojnë deri në Amerikë, në Kanadan e Largët, mbulojmë të gjitha vendet e kudo ku ka shqiptar. Ky është një lajm i mirë, në fakt urojmë që të shkojë sa më mbar procesi i shpërndarjes dhe fëmijët jenë gati për vitin e ri akademik. Faleminderit juve për vëmendjen. Ne shkëputemi për publicitet, rikthehemi vetëm pas pak, do të jemi në të tjera biseda. Qëndroni me ne.